Shëndet, bet ke qenë gjati. E gjishti po me gjejteve, mi do beshe. Ja gjyshe, se e kam të vendi. Hajde që kam u papshim. Allah, me qaja këta këshu me zemre. Po këta s'janë mirë me. U të vraftë zoti kozak braçi që s'më qonë kërke, u të vraftë të zoti të vraftë. Ore, po ku është e i kozaku? Do t'i thoni në qoj kërkesa, po t'a mbyllajve se ma ka pradari këshu. Di thoni kozak që në qoj kërkesën? Po, apo jo? I thoni të më qoj kërkesën. Mona haj muti kozakun. Kozaki. I thoni kozakut më qoj kërkesën. Më fut, sa të fusën tyre, po i gane. Dy lule të bardha moj, një dhurat për vajzën. Dy lule të bardha moj, për shëndet. Mi mbrëma, si e? Mirë, faleminderit. Ju? Mi se vjen podcastin tim, nga i edhe nga flisni. Jam nga Berati, flas nga Italia. Paso ka Berati prap sonte. Me qa merresh? Puntor me gipso, me lyerje, me kështu puntor i thjesht. Pare qave, sa i ke rogën 80 lekë në 80 euro në ditët? 80, 100, 120. Po marrësh. Qave, pare qave. Dalë të punë. I martuar? Bere qavës. Mirë, nuk qavë. Mirë, i martuar je? Jo, me qavë. Dëgjo, më foli si për vete sa vjetë që me tjetër për qa bënë aty në Itali, qa bënë në Itali, si e ke emrin, prezentoj që bëj një prezentim special për fansat e mirë. Vetë se jam 38 vjeç. Si e ke emrin? Ermal me qojnë, nga Berati. Po, sa vjetë që? 38, jam në një lidhje, inshallah përfundon për mirë. E këto. Edi. Dëgjo, qa fshati Berati tje? Jo, jam nga qyteti brenda. Mirë. Kur ka ardhë Shqipëri për e të fundit? Për e të fundit, para po bëj një vit kur më ndroj jetë mamaja. Jenë keq. Dëgjo, po me këtë vajzë që jenë lidhje qa si e të marrëdhënia juaj? Mirë. Që zoti dhe tani mirë, presim të... Kapite ke me këtë vajzën? Urdo? Ke gjetur vetë këtë vajzën? Po vetë, normal. Ka punë e bënda, jo si jeni orë, na e tregoj qik. Jemi jo rastësisht, kështu. Rastësisht u pam, gabimi të ndam, dhe si të të hua. Që zoti se mi ndam, po... Po mirë, 38 vjetë shti. Nuk gjete do të kur ishën na mosha 20 dhe 25, nuk gjete ka që vo bek të qënget i zë. Jo me se, dalë me dalish, si të bo bek. Gjetën po, nuk na qëlluan kështu të ajerit, si tonë. Pse? Po pse se ishë materialiste. Po mirë ta ka berë tyre. Ka gjetë budallave dhe qa gjeti beri. Jo me jo se s'me gjeti, s'me beri asin gjë mua, me jo se... Dëgjo, se di, ti për shembull do ta lije këtë të dashurin që ke, do ta lije për mua? Jo. Pse? Për ty për shembull se di se as të njoh, as se di as. Sa vite ke me këtë vajzën? 2 vjet. Në lidhjen tënde, do të bëj pyetje, në lidhjen tënde e ka gjetë, mendon se e ka gjetë tenxhereja kapakun? Apo ka gjetë kapaku tenxheren? Po, me ato që sa ka parë sa ashtu, mendoj se ka gjetur gjëja e dur atë gjën e dur. Do me thënë, do më kthesh një përgjigje. Kapaku tenxheren apo tenxhereja kapakun? Ka gjetur ajo që duhet në vendin e dur. Si tenxhereja kapaku, si kapaku tenxheren. Dy lloj jemi. Nëse pasëm do bësh? Me të shpetë zotë të shikojmë si do një gjë. Masavash i ri. Shëndeti. Një i ri akoma.
Tani, di të shikosh letra ti? Jo, letra, jo. Se mi marrë me ato gjëra. Mirë. Dëgjoj, unë kam një pyetje sepse podcasti gjithmonë bashkangjitet me një pyetje. Po, me rubro. Temë është tema e sotshme. Tema e sotshme është mua brenda apo ty brenda? Për çfarë? Se di. Se di. Va bene, okay, me që se di ti, adi po ta le ty brenda. E mbafsh. Jo, ta lash ty që i bishë të mbash ti. Mirë. Tani, shqiptarët. Po. E duan tek për tek apo në grup? Shqiptarët e bie si i pëlqen shqiptarëve. Po ty për shkakun, si të pëlqen tek për tek apo në grup? Jo, mua më pëlqen tek për tek. Ti dhe partneri jot. Normal. Bravo. Ja e nxore kokën. Natën e mirë të roj një mbrëmje të këndshme. Edhe ti në faleminderit. Bravo, bravo. Kjo ishte gjagjeza e sotshme. Ai e pranoi, e nxori kokën dhe unë do hajde çimi, fusim çimi, më do. Po pra, është vërtet. Hajde ndriçimo, se është radha jote. Gongura për ty. Përshëndetje, mirëmbrëma. Mi se vjen podcastin tim. Bravo. Çfarë ato pluma ashtu? Më kanë ik pluma ty më. Gjon çimi. Çimi po shkon ka kupa. Ta pluma shumë, ku janë pluma? E mirë, që ku je aty? Ajo është avion. E mirë, bërë Qaves. Dëgjoj. Të vjen podcastin tim çimi. Nga jeni nga Fisni? Po jam nga Tirana, po tas nga Italia. Pasova Italia prapë sonde. Qa vëndi në Itali? Këte një provincë e Ascolit. Mirë. Kap Milano, Roma, kush e kap? Pescara, kush e kap? Ascoli. Napoli. Ascoli. Mirë. Keni, na prezanto qa bën aty, je me familjen, qa bën aty, qa s'bën aty. E këtu punoj me një kantier peshkimi që gjën peshk. E ka peshku zakonisht? Më shumë kemi kështu peshke qenë ka këte Adriatiku. Ndet fina. Shqiptarët, kam i pyetje për ty. Shqiptarët, ose ti në përgjithësi, e do tek për tek, apo në grup? Shqiptarët apo unë të shqip, se shpare the... Ti, jemi unë dhe ti askush tjetër, e do tek për tek, apo në grup? Nëse du fare. Nuk e preferon, no? Po kush se preferon, ore? Vaje qarë, që se ke saksu. Ti duke se preferon ke në grup, zemra nuk e di, kam të përshtypjen. Sakso qarë është preferenca, saksu. Drekën, ore, ku ju vete mendja, ore? Drekën, e ke më mirë të hash në grup, apo në tek e tek? Pa këshu, më mirë grup. Pra, nëzora kohë. Sofi, gjete ti, gjete. Natën e mirë, ke një pyetje që më bësh ndriçim pasi se të përcjell? Të bëjmë pyetje ty. Më bë ti një pyetje mua, ha. Ate ka një pyetje kot shumë detaj. Të mikrofonin me ke kot, nuk i ketë lidhur me telefonin. Po nuk ka rëndësi me pyetje tjetër. S'kam pyetje. Nuk ishte pyetje, kjo ishte një... E thjesht, nga që audio vjen po njësoj, si me telefon, nuk është se funksionon në mikrofonin. Nuk ka lidhje, nuk është i futur në prizmë. Përndaj, thash. A ishe nga Berati, ishe nga Mthe? Nga Tirana. Nga Pazari i Ri, aty është lagja vjetër me fjetë. Qëndër. Do më bësh një pyetje. S'kam që pësja, nuk kam që pësja. Drejtësim të përshëndes. Njësh mirë, rëpapshim. Ftojmë dhe rove në kënë këtu. Tani Kozaku ku është, ju lutem? Me kë është Kozaku? Një informacion para prak. Rovena, përshëndetje, mi se vjen podcastin tim, nga jeni dhe nga Flisni.
Shohu nëse jo ka marrë dashurës telefonin. Mirë, s'ka gjë, flasim bashkë. Dëgjo, përshëndetje, mi se vjen në podcastin tim. Shohu në kishësirë. Mirë, po pse më, qa mashkulli që i marrë të dashurës telefonin? Pse zho ka thjesht isha të ja kontrolu. Je xheloz. Je shumë xheloz. Edhe pat ndolli ti aty. Mirë. E lë dashurën për mua, apo që qitame luna? A e bëjmë grup, me që e kishe pytje. Për s'ka pytje, e da shke grup, ha? Dhe za unë për ti, po ti që me djegur më djallë. Për të se s'ka pytja, nuk ka pytja akoma për ta pasur brenda në grup. Po me që për temën e më betit. Mirë se vjen podcast. Mirë se gjitha. Nga jeni nga Flisi me Qameri, bëj një prezentim të shkurtër për vetën. Nga Tirana. Ti? Nga Stiri? Tani, me Qameri. Tani tash pa punë. Ore moj bjeti dhe moj bjeti dhe na e më sheftu në live. Nëse jashtu tu trego, vlla. është hapi njëri. Të njoj e zhurëm. Mirë, bërë sigur se njoj e kuptova. Tani, kam i pyetje për ty. Yes. Po e dashura jote, si e do, tek për tek apo në grup? Po përderi sa të thash në grup. A e do në grup ajo, ja në grup tjase? Ju qenë një familje, nuk e di, ju qenë për shmim Oscar, zemra, nuk e di do me thënë. Të qosh të dashurën në grup qenë një gjë shumë e re, unë do të aprovoj dhe unë. Pra në të është afer jenë një lagë. Hajde shpirt, afro shpirt. Apo vjen. Mirë, ja të vi taksia, dëgjo, ma bëjnë një pyetje dhe do të përcjell, pastaj me lezet, sepse do futem me njeri nga Aliasi, ha. Në lokë që në do fjetë gjumë. Mirë, ha. Ta bëj një pyetje. Ma be. Lesi. Qa bëjmë femrat kur që e në gjithë le që? Jerdin, qa bëjmë për gjithë? Ha, po tjetër, është konsumu si mua betë kjo zemra, njëherë ndota, jo njërë kape telebingua, erës tjetër se kap do të më, ha, po tjetër. A i ke pa i këtë bëjmë për rëkiqa? A i ke pa i këtë memen që da do boj? E kam parë memen, po ha, vazhdo. Po i pyetje tjetër, ha. Ishte pyetje me të bote. Kyqë, me të bojmë pyetje, kur të vete mendja, kur të vete mendja për kështu, qa bojmë për shumë? Për çfarë gëllafin? Për bukë. Për bukë. Blejde furë. Po ku s'ka furë është mbyllur natër. Për i përte? 12 natës edhe të vete në piskë për bukë. Unë nga dushja dhe si përgjigje. Natë e mirë. Po jo, a the ma bëj një pyetje. Dhe unë të përgjigja, ripa bukë thash. Po së të rëndot për bukë. Marë babin ten. Ma je babin, të nësha babin, ma je? Ta kisha gjallë, ta kisha dhe. Do na kujtës dhe na prekësh. Ajde të zotit jemi gjithë, ma të grupa, rësëmës do vend gjithë,